Të gjithë hani hudhra, por askush nuk e di çfarë ndodh nëse hani në darkë. Hudhra është një element shumë i provuar i cili mund të jap përfitime për organizmin. Disa e pëlqejnë aq shumë sa që e shtojnë edhe në çdo ushqim. Disa të tjerë nuk e konsumojnë për shkak të erës së fortë që ka. Në këtë video në fakt do të rendisim të gjitha përfitimet që do të merrni nëse konsumoni hudhra. Përmes kësaj video do të mësoni përfitime të mëdha që do të sjellë konsumi i hudhrës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Hudhra i bën meshkujt më tërheqës. Megjithatë, gjithmonë është konsideruar se era e hudhrës dekurajon çdo dëshirë për të komunikuar, por studimet e fundit tregojnë se ky është një gabim. I vetmi kufizim është se duhet të hani jo më shumë se 2 thelpi hudhër në ditë. Hudhra forcon sistemin tuaj imunitar. Hudhra na mbron nga viruset të ndryshme dhe ftohja. Gjithashtu, shkencëtarët konfirmojnë se duhet të hahet rregullisht 1 thelpi hudhër për të përmirësuar imunitetin tuaj gjatë dimrit. Kjo ndodh sepse hudhra ka një mori të vitaminave dhe vajrave të dobishme esenciale, të cilat janë shumë të rëndësishme për organizmin. Një shënim i rëndësishëm është se hudhra mund të jetë freskuesja më e mirë e organizmit në betejën kundër komplikacioneve të ndryshme. Hudhra gjithashtu është një stabilizuese e mirë e tensionit të lartë të gjakut. Shtoni hudhrat në dietën tuaj ditore. Nëse vuani nga presioni i lartë i gjakut, ajo mund të zgjerojë enët dhe të zvogëlojë presionin arterial. Hudhra është një zgjidhje shumë e mirë kundër dhimbjeve të kokës. Si një nga ngarkesat e zemrës do të zhduket së bashku me presionin e lartë të gjakut. Për të mbajtur nën kontroll hipertensionin, duhet të shtoni hudhrën natyrale në dietën tuaj. Kjo do të luajë gjithashtu përfitime të mira për shëndetin. Ekspertët thonë se hudhra zvogëlon riskun e niveleve të kolesterolit të keq në gjak me 10 deri në 15%. Por çfarë do të thotë për ne kjo? Risku i atakut kardiak do të zvogëlohet 2 fish. Sidoqoftë, mbani në mend se kjo është një metodë alternative e cila mund t'ju vijë në ndihmë në situatat tuaja, por nuk do të thotë se do të jetë një zgjidhje përfundimtare kundër problemeve të hipertensionit. Hudhra do të rrisë forcën. Hudhra e bën zemrën dhe muskujt të punojnë në mënyrë më efektive. Nëse luani sporte, atëherë konsumi i këtij produkti do të përmirësojë rezultatet tuaja. Ekspertët thonë se hudhra është e dobishme për njerëzit të cilët mund të merren me sporte. Hudhra përmirëson shëndetin e lëkurës dhe të flokut tuaj. Hudhra nxit flokët që të bëhen më të trashë dhe më të shëndetshëm. Qelizat përgjegjëse për rinovimin e lëkurës kanë një reagim pozitiv ndaj hudhrës. 1 deri në 2 thelpin janë të mjaftueshme për të zhvilluar prodhimin e kolagjenit natyror. Hudhra do të lehtësojë dhimbjet e dhëmbit, të cilat do t'i pushojë më lehtë. Hudhra është e mirë që të përdoret në zgavërën e gojës. Ajo vret mikrobet të dëmshme dhe shëron mishrat e acaruar. Për më tepër, ky produkt i dobishëm do të zvogëlojë riskun e dëmtimit të shëndetit të dhëmbëve dhe do të përmirësojë dukshëm edhe higjienën tuaj orale. Ndaj shtimi i hudhrës në vaktet tuaja ditore, sipas ekspertëve të Healthline, do të jetë një nga mënyrat më efikase për të përmirësuar shëndetin dhe për të evituar komplikacionet e tij. Hudhra është një nga bimët më të vjetra që është gjetur në tokë. Është e shkëlqyer jo vetëm në gatim, por edhe në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Vlerat e saj janë vërtet të paçmueshme. Edhe në të kaluarën, hudhra është përdorur si një ilaç për ftohjen dhe gripin, për të zvogëluar kështu riskun e zhvillimit të diabetit dhe sëmundjeve të ndryshme kardiovaskulare. Në këtë video do të rendisim dobi të kryesore që do të ofrojë hudhra në dietën tuaj. Hudhra ka vlera të larta ushqyese. Hudhra është e pasur veçanërisht gjithashtu me vitaminën C, vitaminën B6 dhe kalium. Përveç kësaj, ajo përmban vitaminën A, vitaminën K, acidin folik dhe shumë minerale të rëndësishme. Hudhra do të ndikojë gjithashtu edhe në përmirësimin e luhatjeve të sheqerit në trupin tuaj. Hudhra mund t'i ndihmojë diabetikët të kontrollojnë më mirë nivelet e sheqerit në trup, sepse ajo përmban mangan dhe një i rritur mund të konsumojë 2.5 deri në 5 mg mangan në ditë. Kriprat e manganit karakterizohen nga një veprim hipoglicemik, domethënë reduktojnë sasinë e sheqerit në trupin tuaj.
Hudhra përmban komponente të sqafurit, shumë të rëndësishëm këto për aktivitetet tuaja ditore. Hudhra është e pasur me përbërës organosulfurik, të cilët japin asaj edhe aromën e saj karakteristike, shijen dhe vetitë e saj kuruese. Ajo ka efekte të forta biologjike nëse bie në kontakt me molekula të caktuara, duke e renditur kështu hudhrën në një prej produkteve më fantastike rigjeneruese të shëndetit dhe lehtësuese të komplikacioneve të tij. Shtimi i hudhrës në vaktet tuaja ditore do të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit. Hudhra ka përbërës të saj të cilët mund të ulin nivelin e kolesterolit në mëlçi, duke bllokuar një enzim e cila mund të jetë kyçe për sintezën e kolesterolit. Hudhra do të zvogëlojë gjithashtu riskun e sëmundjeve kardiovaskulare. Studimet kanë treguar se hudhra dhe përbërësit e saj do të ndihmojnë në dukshëm në rregullimin e presionit të lartë të gjakut. Siç e përmendëm tashmë, hudhra ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit të keq në trup. Në të dyja rastet mund të rezistojë edhe më mirë kundër problemeve kardiovaskulare. Shtimi i hudhrës në vaktet tuaja ditore ka efekte të mira antiinflamatore kundër një sër komplikacionesh. Inflamacioni është përgjigjja natyrale ndaj lëndimit ose edhe infeksioneve, kështu që hudhra do të luajë një rol kyç në procesin e shërimit. Megjithatë, inflamacioni kronik rritë riskun e sëmundjeve kardiovaskulare, duke përfshirë këtu sëmundjet e sistemit tuaj kardiovaskular, artritin reumatoid dhe disa lloje të tjera të problemeve. Ekspertët kanë treguar një zërie se hudhra ka përfitime të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të konsumojë 1 deri në 2 thelpi hudhër çdo ditë për të marrë përfitimet e saj të rëndësishme për shëndetin. Hudhra ka efekte të dobishme edhe në traktin tuaj gastrointestinal. Hudhra do të përmirësojë funksionin e traktit gastrointestinal për shkak të vetive të saj antimikrobike dhe prebiotike. Prebiotikët janë në lëndët ushqyese për një florë të shëndetshme të zorëve dhe të përshpejtojnë kështu edhe shërimin dhe rritjen e bakterieve të dobishme për trupin. Hudhra vepron kundër parazitëve. Gjithashtu edhe do të përshpejtojë procesin e shërimit. Shtimi i hudhrës në vaktet tuaja ditore do të zvogëlojë riskun e sëmundjeve të Alzheimerit. Studime të shumta kanë treguar se hudhra promovon shëndetin njohës të moshuarit dhe ul riskun e disa sëmundjeve siç është për shembull edhe çmenduria. Hudhra është e njohur në parandalimin e ndryshimeve arteriosklerotike. Hudhra do të veprojë gjithashtu si një mburojë shumë e mirë kundër bakterieve të këqija. Ekspertët thonë se ajo është e mirë edhe për sistemin tuaj imunitar. Hudhra ka veti të mira antivirale dhe mund të ndihmojë edhe kundër problemeve të ftohjes. Ajo do të lehtësojë gjithashtu problemet e kollës dhe ndihmon kundër problemeve të bronkitit kronik. Hudhra ka një veprim të gjerë për mbrojtjen e shëndetit dhe si e tillë mund të konsumohet në vazhdimsi të dietave tuaja. Hudhra ka veti të mira anti-inflamatore, të cilat do t'japin trupit një ndikim pozitiv në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve ditore të tij. Shtimi të paktën 1 thelpi hudhër në përditshmërinë e dietës suaj mund të jetë një mundësi shumë e mirë për reduktimin e tensionit të lartë të gjakut. Sëmundjet kardiovaskulare si ataku kardiak dhe goditja në tru janë gjithashtu vrasësit më të mëdhenj në botë. Tensioni i lartë i gjakut ose hipertensioni është një nxitës i rëndësishëm i këtyre sëmundjeve. Studimet kanë treguar se hudhra ka një impakt të rëndësishëm në uljen e tensionit të lartë të gjakut të njerëzit që vuajnë nga këto komplikacione. Shtimi i hudhrës në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit edhe në rigjenerimin e tij. Hudhra mund të ulë kolesterolin total, LDL, për personat me kolesterol të lartë. Hudhra mund të ulë kolesterolin total ose LDL me 10 deri në 15%. Hudhra përmban antioksidant të rëndësishëm që mund të parandalojnë edhe problemet tuaja të Alzheimerit, dhe shtimi i tyre në dietën tuaj mund të jetë një nga mënyrat më pozitive për të rigjeneruar shëndetin dhe për të lehtësuar kështu komplikacionet e tij, citojnë ekspertët e Healthline. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.